Muzeet e qytetit të Prizrenit tashmë janë bërë fokusi kryesor i turistëve të huaj. Çdo vizitor që vjen në Prizren, individualisht apo edhe në mënyrë të organizuar, nëpërmjet vizitave në këtë qytet të vjetër historik, ata njoftohen kështu me traditën, me kulturën dhe historinë e banorëve lokal. Prizreni është qyteti që posedon numrin më të madh të muzeve në Kosovë. Muzeu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Muzeu Arkeologjik, Muzeu Nën Tereza dhe hapësira të tjera muzeale janë fokusi i vizitorëve të shumë të këtij qyteti. Qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren po punon që asetet muzeale që ka qyteti t'i ofrojë sa më afër turistëve. 18 maj, dita ndërkombëtare e muzeve rikthen vëmendjen dhe përkushtimin institucional tek hapësirat muzeale dhe muzeet të cilat gjenden në regionin e Prizrenit. Siç e thatë edhe ju, Prizreni përbëhet për një numër të madh të muzeve, kompleksi Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Muzeu Arkeologjik, Kalaja e Prizrenit, pra hapësira muzeale në kalon e Prizrenit, hidroelektrana që së fundmi është funksionalizuar dhe ka edhe funksionin e hapësirës muzeale, por edhe të zhvillimit të aktiviteteve tjera për përgatitjen e guidave apo ciceronëve. Muzeu i Nënës Terezë do thotë është një numër i madh i institucioneve muzeale të cilat funksionojnë në qytetin tonë. Pikërisht në këtë ditë rritet përkushtimi institucional për të ngritur vetdijen dhe për të zhvilluar aktivitete të shumta me qëllim të ofrimit sa më afër tek qytetarët, tek vizitorët, tek brezat e ri, të cilat janë shumë rëndësi që t'i edukojmë dhe t'i ofrojmë ata afër muzeve tonë për të parë nga afër ekspozitat dhe për të bashkëkomunikuar me ta me asetet e trashëgimisë kulturore dhe eksponatet e shumta të cilat gjenden në komplekset tona muzeale. Po tani Prizreni po i tejkalon përmasat e një qyteti të vizituar vetëm në tek hapësirat muzeale. Marrë përballë faktin që Prizreni, hapësira e qendrës historike, është muzej i hapur. Janë numër i madh i aseteve të trashëgimisë kulturore që gjenden në sheshin Shadrvan dhe në qendrën historike të Prizrenit dhe fali investimeve të shumta të Ministrisë së Kulturës përmes qendrës rajonale për trashëgimi kulturore. Një numër i madh 10 asete të cilat janë restauruar dhe konservuar. Së fundmi, ato po joshin dita ditës numër edhe më të madh të vizitorëve dhe turistëve dhe është një mundësi e mirë që jo vetëm të shihen ekspozitat mrena muzeve, mirë po të shihen nga afër edhe shumë asete të trashëgimisë kulturore, rrjedhimisht monumente të cilat gjenden në qendrën historike të Prizrenit. Numri i vizitorëve në kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dita ditës po rritet. Dita ditës po rritet numri i vizitorëve në kalon e Prizrenit, dita ditës po rritet numri i vizitorëve në Muzeun Arkeologjik, por tani më së fundmi edhe tek hidroelektrana. Pikërisht marrë parasysh këtë fakt, së fundmi jemi angazhuar në realizimin e një projekti për rikonceptimin e ekspozitës në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, si rezultat i nevojave imediate për të rifunksionalizuar këtë hapësirë muzeale dhe për të prezantuar ekspozitën e re. Me një ngjarje të veçantë do të bëhet prezantimi i këtij projekti, i cili konsiderohet projekti më i rëndësishëm i yni në vitet e fundit. Digitalizimi i muzeve është një hap më tutje për institucionet përgjithëse, me qëllim që artefaktet dhe historia e vendit po u ofrohet turistëve dhe pa qenë prezent. Digitalizimi i hapësirave muzeale është një prej sfidave në për të cilat ne po kalojmë. Është një projekt i cili kërkon vëmendje të shtuar, kërkon profesionalizëm, mirë po ne jemi futur në këtë fazë. Tani po punojmë në digitalizimin e një pjesë të madhe të hapësirave muzeale. Te Muzeu Arkeologjik e kemi përfunduar procesin e digitalizimit, tek Muzeu i Lidhjes po ashtu ka përfunduar, edhe tek Muzeu i Hapësirave të Kalasat është një pjesë e digitalizuar e ekspozitës, që është një dimension i ri i ofrimit të qasjes së vizitorëve në këto hapësira muzeale. Tani rikonceptimi i ri që po bëhet në hapësirat e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ka edhe këtë dimension. Muzeu Arkeologjik është shumë afër nga ana digjitale ta qym, është në Facebook, është në Google, është në Google Maps, mund ta gjesh pa asnjë problem.
edhe në Google si ta bën një kërkim të thjesht, ta qet me hartë dhe mund vishtu. Gjithashtu Muzeu Arkeologjik është i gjithë koleksioni dhe i gjithë hapësira është në 3D dhe është online. Pra edhe njerëzit që nuk janë fizikisht në muze, ose që nuk vinë fizikisht në muze, mund të vizitojnë muzeun dhe ti marrin informacionet për gjitha artefaktet brenda dhe për gjitha periudha, gjithë arkitekturën, kompozicionin, e tjera. Vizitor nga vendet të ndryshme të botës kishin cak Muzeun Arkeologjik të Prizrenit. Ky vit ka nis mirë dhe mbar. Dallim nga vitet tjera, numri i vizitorëve shkon gjithmonë duke u shtuar apo duke u rritur. Kështu që pretendojmë që këtë vit ta kalojmë numrin e vizitorëve që ka qenë vitin e kaluar. Vitin e kaluar ka shku afër 10.000, do thot 9.200 e diçka, kurse këtë vit pretendojmë t'i kalojmë 10.000 në total, ta qojmë kështu. Kryesisht në Muzeun Arkeologjik turistët janë të huaj dhe interesimi i përgjithshëm. Por ta qojmë kështu, atraksioni më i madh është kulla ose sa kulla, për arsye se hipin aty dhe nga aty mund të shohin gjithë Prizrenin apo ta quajmë kështu pjesën e vjetër të qytetit pa asnjë pengesë. Ka vizitorë të ndryshëm nga gjithë bota. Është interesant se njerëzit kështu në përgjithësi në Kosovë mendojnë që Kosovën nuk e vizitojnë shumë nacionalitete ndryshme apo vende të largëta, por e vizitojnë. Ka vizitorë edhe nga Brazili, Argentina, ka vizitorë nga Korea, Japonia, Indonezia, Arabia, ka vizitorë të ndryshëm në të vendeve shumë të largëta. Kjo është sa i përket pjesës së interesantes, kurse vizitorë nga Evropa ka më shumë, ta quajmë kështu, por që kryesisht janë gjermanofolset dhe shtetet e Beneluxit apo Holanda, Belgjika, por një gjë interesant këtë vit është edhe që kemi edhe vizitorë nga Skandinavia, shumë nga Danimarka, Suedia kryesisht. Hapësirat brenda ishin të mrekullueshme, më pëlqeu shumë kur i pash të gjitha ato artefakte, por ishte edhe më bukur që të gjitha ato përshkrime ishin edhe në gjuhën angleze dhe me shumë informacione. Definitivisht unë jam shumë e interesuar për historinë dhe zakonisht kur unë udhtoj, preferoj që më shumë të mësoj për kulturën e vendit, pra pavijën e qytetit, pa përshkrimin në gjuhën angleze është e mangët. Fatkeqësisht unë nuk e flas gjuhën shqipe dhe është paksa e vështirë, por kur e pash që kishte përshkrimin në gjuhën angleze, ishte shumë e bukur. Personalisht kënaqem kur vizitoj muzet, dhe kur i përfundoj ato së vizituari, dal në qytet, njoftoj njerëzit lokal këtu, shoh qytetin. Por pa muzet, ju nuk mund të dini pjesën e historisë dhe mendoj se udhtimi është paksa i mangët pa vizitën nëpër muze. Vetëm në Muzeun Arkeologjik në vitin e kaluar u regjistruan rreth 10.000 vizitorë, ndërsa sipas të dhënave, këtë vit deri në 5 muaj të fundit, numri i vizitorëve është gjithnjë në rritje, sidomos i atyre nga Brazili, Argentina, Korea, Japonia, Indonezia dhe Skandinavia e largët.